Mirëmëngjes gjithëve. A e dini se në çdo revolucion ka një hero? Pra nuk mund të ketë një revolucion pa një hero. Dhe ju padyshim e dini. Unë ju ngacmoj sepse ky është momenti i revolucionit të parave. Çfarë është revolucioni i parave? Tani po ja u tregoj. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Në çdo lloj lëvizjeje, qoftë politike, shoqërore, apo në këtë rast edhe monetare, është e domosdoshme që të ketë heronj. Por çfarë po ndodh tani sipas jush? Shikoni, filloi që në vitin 2008 me krakun bankar botëror dhe pastaj me kalimin e viteve u forcua gjithmonë më shumë. Dhe nëse e keni lexuar në lajme, duke filluar nga viti 2026, do vendoset moneda digjitale. Dhe pyetja ime është, si është e mundur që të ketë krizë botërore kur ne tani kemi zhvillimin më të madh të gjitha kohrave. Zhvillimi më i madh teknologjik është pikërisht tani, në këtë periudhë. Dhe në këtë periudhë që po flasim, gjenden nuk kishte ndodhur asnjëherë, gjenden në këtë periudhë rreth 3100 afërsisht miliarder. 3100 miliarder në botë. Nuk kishte ndodhur kurrë. Kishte për shembull 3, 4, 5, 10, por aty nga vitet 2008 deri në vitin 2008 ishin rreth 1100. Kurse sot janë 3000 miliarder. Çdo thot kjo sepse ka prodhim. Prodhimi bëhet nga teknologjia dhe teknologjia na jep mirëqenie. Atëherë pyetja është, dëgjojeni me kujdes, pyetja është, pse thuhet që ka krizë monetare? Po sikur, sepse kjo është e rëndësishme, po sikur të bëhet e qëllimshme, sikur të ketë një grup, një lob njerëzish që kontrollojnë çdo gjë, dhe këta të kenë një mënyrë për të kontrolluar çdo aspekt të jetës, në këtë rast edhe monedën. Dhe ata për të bërë revolucionin e parave janë të detyruar të tërheqin parat dhe të vendosin paran digjitale. Janë të detyruar. Pra, në qoftë se keni vënes, shumë shpejt, po ja u them këtë sepse duhet keni kujdes. Shumë shpejt, paraja kesh nuk do të ekzistojë më. Dhe tani, kur në momentin kur këto para mblidhen, më vjen të mendoj që do të ndodhë që do shkosh në bank dhe do të thonë nuk ka para. Mbajeni mend këtë. Sepse, siç ju thash, nuk mund të ketë një revolucion pa heronj. Dhe në këtë rast, revolucioni i parave nuk mund të ndodhë kështu nga hiçi. Pra, nga momenti që bëhen këto revolucione, padyshim do të ketë probleme. Probleme monetare. Në këtë rast, për shembull, do të ketë si mund të quhet, një hon ku do mungojnë të ardhurat financiare. Po atëre na doli dhe dielli sot dhe është bukur kur tregon gjëra të tilla me diellin, sepse ndërkohë që këtu ka trafik, unë po pres sa të lirohet dhe të marr çunat ikim në punë. Dhe doja t'ju flisja për këtë sepse është tepër e rëndësishme për të mirën tuaj. Do bëni shumë kujdes, sepse siç ju thash, shiko, Bashkimi Evropian vendosi që duke filluar nga viti 2026 do vendosi monedën digjitale. Pra çdo thot kjo, paran digjitale do ta vendosi në treg. Dhe paraja kesh padyshim do të filloj që të reduktohet, pra të tërhiqet. Dhe nga momenti që tërhiqet paraja, do ketë edhe firo, si shtoshin atëre në trojë shqiptare. Pra do ketë edhe mungesa. Çfarë mungesash? Mungesa të këtyre parave, sepse me kalimin e kohës nuk do të ketë më para. Pra paraja do të zhduket totalisht. Dhe nga ky moment, pra nga momenti që ti kërkon, për shembull, do të shkosh në bank të marrësh para, mirë po në bank në bank ti nuk mundesh të marrësh para sepse do të bllokohen parat për shumë arsye. E para njëri që do bëhet një kontroll për sa i përket lëvizjeve të parave. Sepse ata që kanë të ardhurat financiare, qoftë dhe 50 euros, qoftë dhe 100 euro, qoftë dhe 1000 euro, ata që kanë para duhet që të kontrollohen se ku do shkojnë ato para, sepse ato nuk do t'jenë më
para cash, por do të jenë para digitale. Pra nuk do të ketë më para cash. Kjo nuk do ndodh me njerë, do të ndodh gradualisht. Por, ata që kanë para shumë, daj duhet ju informoja, ata që kanë para shumë, po flasë për para cash, jo për prona, mund të vi një moment që do thonë banka, do të thotë blokim total. Dhe tjetra, e vutre që pikërisht tani në këtë periudhë po ndodhin probleme të luftrave, luftë gjithandej. Kur vetë Trump, tha që kur të vi unë në pushtet, unë do frenoj luftën, pra luftrat që janë, duke filluar që nga Siria, nga Rusia, nga Palestina, e ku ta di unë. Dhe në vend që ato të reduktoheshin, u shtuan më shumë. Sepse nuk e ka në dorë Trumpi. Nuk ka asgjë në dorë Trumpi, por e ka dikush tjetër. Pra, po sikur të ketë një lob vërtet, të ketë një lob që manovron çdo gjë dhe në këtë rast edhe të ardhua financiare. Si do ta bëj revolucionin ky lob në të parave? Me fjalë që ta bëj që të kthehen në para digjitale. Si do ta bëj? Pra nga para cash që janë, si do t'i kaloj ai në para digjitale? Kush do qoftë ky lob? Ju si thoni? Pra, padyshim, i duhet që të ndërtoj ose të krijoj disa çeta, disa momente që të gjej shkakun për të ndaluar. Sepse njerëzit, themi të vërtetën, pjesa dërmuese jetojnë në varfëri, dhe varfëria është jo vetëm fizike, por edhe mendore. Dhe pjesa dërmuese e njerëzve janë të tillë. Si do ta kuptoj një njeri që ti ndryshove, sepse nuk duan që të ketë, se bëhet kaos i madh. Bëhet një kaos. Sikur ti sot ti thuash njerëzve nuk ka para, bëhet një kaos, han njëri tjetrin. Dhe ata duhet ta kontrollojnë në mënyrë perfekte. Ky është mendimim, unë doja që një mendimin tuaj tani, por të keni kujdes, sepse, siç u thash, duke filluar nga viti 2026, shumë gjëra do të ndryshojnë. E kemi thënë që deri në vitin 2030 paraja cash do të hiqet. Dhe unë mendoj që i duhen 3-4 vjet, paktën, për të pastruar me fjalë që ti mbledhin këto para. Dhe pastaj do vi momenti që pasi të kenë vendosur ligjin, do thonë nga sot e tutje kush ka para të mbledhura në shtëpi janë kundër ligjit dhe nuk do të ndryshojnë, nuk do të ndërrohen më me para. Mbajeni mend këtë, kështu që nuk do të keni më mundësi as ti ndërroni ato para. Dikush, për shembull, sepse duhet kujtuar diçka tepër e rëndësishme. Kisha bërë një video para ca kohësh dhe pastaj e mbyllim këtu, që kompanitë më të mëdha të botës po mbledhin Flori. Po, kanë harxhuar para miliarda, ja u thash edhe herën e kaluar, 300 miliard dollar, një kompani e vetme, 300 miliard dollar, e dini sa janë apo jo? Për t'i bler ato në para. Pra të blej, kështu Flori, më falni, nga para të blej Flori, sepse Floririn mund ta ndryshosh si të duash, mund ta ndërrosh me çfarë të duash. Pra mund të vi çdo lloj paraje dhe ti e ndryshon, sepse Floriri ka vlerë, ka gjithmonë, ka patur dhe vazhdon që të ketë vlerë. Kështu që nëse keni para në dyshek, është mirë që t'i ktheni në Flori. Dhe të mbani mend, Floriri do kushtoj 3 fishin e tanishëm. Ja u them këtë sepse e kisha thënë para ca kohësh, ka arritur, e kisha thënë që kur ishte me 40-45, që në emisionin Enigma, nëse mbani mend, tani ka arritur në 80. Por merreni me mend që do jetë 3 fishi një ditë kur nuk do të ketë më para cash, sepse nga momenti i ndryshimit, sepse njerëzit do kërkojnë që të blejnë Flori dhe nga ai moment do i rritet vlera. Mbajeni mend, po ja u them sot, mbajeni këtë video ose regjistrojeni këto fjalë në një faqe diku dhe do kujtoni këto fjalë që po ju them unë. Nuk jam një parashikues, thjesht sepse më çon logjika. Kështu që nëse e kuptuat, një ndryshim i paras ka padyshim një hero, dhe heronjt janë
populli. Mbajini mend, jo ata atje jo, është gjithmonë populli i gjarë. Ja u thash që t'ju informoj me aq sa mundem, se jo të gjitha mund të thuen. Ju faleminderit që jemi prerë bashkë, qipe, sinqerisht faleminderit. E kuptoni që ndonjëherë në mënyrën e të folurit që shpeshherë shumë gjëra nuk mund të shprehen, nuk mund të dalin nga goja, dhe kështu që sepse të paktën më mirë që të informohemi nga pak se sa mos të informohemi fare. Apo jo, ju si thoni. Ju përqafoj, ju dua fort. Hajde, ditë mbar.